se simbolizon edhe Partinë Komuniste. Po që ato ma shumë. Është mister i pas gjithur që 5 vite në studio tonë. Edhe interesant që shpi del një fletore që 5 vjetë. A po duket veç në shkrimin e vete. Ka dhuratat pa fundme. Po thua. Po, dhe tek ne kanë ardhur, edhe në studio tonë kanë ardhur. E dyta. Ka disa prej bashkëdhetarëve që kanë ardhur tek ne sillin fletore të kuqe. E ki fletore në shtrus detyre. Janë për krenarin këto fletore të kuqe. Kështu që kam vështirën e një 5 vjet i ka bilet të rezervuar me fletore të kuqe. Tash për opozitivin. Mirë mbrëma që të gjithëve, nisim me temën dal nga dalë, nisot me Ramën, Fidan pati shumë reagime për intervjistën e Mbrëmshpret Kurtin, në fakt për te pritjeve tona kam përshtypjen. Për te pritjeve jo, për te pritjeve tona në reagime, po më në kështë. Është, po du, mi thonë, besoj një të vërtet, që du me nda bashkë me kolegët edhe me publikun, por fillimisht du me deklaru diçka tjetër, ata që më njohin personalisht dhe na njohin rallë ose asnjëherë s'flasim për punën tonë, sepse e lëm që puna të tregoj se çfarë po bëjmë. Ne kemi bërë 5 vite e gjysmë si televizion dhe në rastet rallë jemi shpreh ose jemi deklaru për çka kemi realizuar në profesion. Edhe në bazë të krejt matjeve që kanë ardhur edhe nga operatorët bashkëpunëtor, përveç operatorët kablor, edhe në bazë të kretë matjeve që kanë ardhur nga rrjetet sociale dhe në bazë të kretë reagimeve. Intervista mbrëm me kushtrimin në Politiko dhe Kurtin ishte më ndjekura në historinë televizive shqiptare. Kur them në historinë televizive shqiptare, në kupton që asnjëherë asnjë intervistë nuk ka pas qikueshmëri, ndjekje kaq të madhe, por edhe impakt sikur se dje ajo në raport në Politiko dhe në raport me prezencën e Kurtit këtu. Tashti, kjo çfarë po them, dikujt kam i pëlqy, dikujt s'kam i pëlqy dhe nuk pres që më pëlqej gjithë, këto e di, por ky është realiteti. Na shtoj shumë, na shtoj shumë Arben, por kjo është e vërteta, po kupton, domethënë kjo çfarë ka ndodhur mbrëm është e vërteta dhe vulos si intervistën më të ndjekur ndonjëherë në historinë televizive shqiptare. Kur them televizive shqiptare përfshin komplet trojet ku jetojnë shqiptarët, jo vetëm Shqipëri, Kosovë, Maqedoni, Prishtinë dhe Novc, po kudo në mbar diasporën. Për këto natyrshëm që ne ndihmim mbi gjitha jo shumë krenar për përgjegjes ose në farforme në anveshët më shumë përgjegjësia që të punojmë më tepër, është po ashtu një tregues që shikuesja, audienca ka një lloj kredibiliteti ndaj nesh si medium, si televizion, pa çka na bën absolutisht krenar për punën që bëjmë këto 5 vite e gjysmë. Unë du me falenderu krejt djemë dhe vajzat e reja që kanë defilu këto 5 vite në kanalin 10, që kanë mundësu këtë punë të jashtëzakonshme që po bëjmë sot, edhe e thash edhe një herë, ajo çfarë ka ndodhur mbrëm, Arben pra është një nisje e saj që televizioni Kanal 10 do t'i shpërthejë edhe kufi tjerë krahas saj që kemi ndjekë mbrëm dhe krahas saj që do të shohim po ashtu në të ardhmen. Tashti reagimet që po e potencove në fillim për mua kanë qenë të pritshme. Po ashtu edhe nga opinioni, edhe nga oponent të Kurtit, madje edhe nga oponent tonë. Ne kemi edhe oponent, sepse jemi në konkurrencë, si gazetar, si televizion, dhe natyrshëm nuk pres se gjithë mi pëlqy kushtrimi, por edhe çka është e mirë tjetër, që kushtrimi s'ka nevojë më mbrojt për neve asnjënin këtu, sepse kush e din dhe e njeh kushtrimin, tonë e din sa profesionist është, kështu që nuk po flas as po du me marr kompetencë me fol për kushtrimin, as me mbrojt, sepse e di që puna e tij e mbron më së miri atë se çka bën. Kështu që jo, po e shpjegoj më shumë kështu me lind në aspektin profesional dhe këtyre të reagimeve, domethënë që kemi pa. Nuk po du mulshu veç në asnjë hipotezë, në asnjë deklarim, sepse tek mundit mendimi është i secilit prej atyre që kemi ndjek. Ne si medium do të vazhdojmë këtë punën tonë, do të vazhdojmë ta mbajmë televizionin e gazetarëve, do të vazhdojmë të mbajmë këtë epitet dhe derisa ekzistojmë si tillë, ky mision ka me qenë i shenjtë për neve dhe kështu kanë me vepru deri në fund të profesionit tonë. Po pati pak kështu, për shet dorën në zemër, nuk është edhe nuk xhelozova pak. Për çka? Që s'ke qenë intervistuar si ti? Vërtet, ndonë se në të njëjtën studio, në të njëjtin televizion pak. Po, gjithkohë kështë xhelozu nëse i shkon pjesë e një platforme ose një pjesë e një interviste që ka pas audiencë kaq të madhe. Tash nuk po e them me kot, unë kam pas statistika sot nga operatorët kablor Arben, megjithëse ligji nuk po e lejon me i publiku ato se kishim publiku për rrjetet sociale s'po flasim se ato janë pa.
Mbrëm, po shihen edhe sot.